Po, okej. Janë ca gjëra që nuk I kontrollon dot ti. Unë mendoj që nuk kam dashur kurrë të ndryshoj familje. Unë mendoj që gjithë lindjem në një familje të caktuar, në një kohë të caktuar, në një vend të caktuar për një arsye. Dhe vetëm gjë që më vete mua është që atë vendin, këtë përcaktimin që më ka bërë një diçka më e fuqishme se unë, thjesht të bëj më të mirën e mundshme tek këtij rrugtimi tim këtu. Jo ta ndryshoj rrugtimin. Bëj më të mirën e rrugtimit tim. Do zoti. Se dhe tani atje, gjithë ata po diskutojnë një situatë shumë qesharake që thelbi jam unë, po largova se nuk po e nxirrnin fundin. Po mirë me byrekun, po jo si tani s'ka. Jo si tha diçka, unë e mëra si shaka. Mëra si shaka që po bëj një shaka, okej lëre, po jo si tha tani, më tha mua, nëse ti ke nevojë për ndihmë, tha, nëse ke nevojë për ndihmë, për para, tha, më thuaj, tha, nëse të rëndon kjo, po. Do bën të bamirësi me mua, dhe tani, hyn Gerta dhe thot... Jozi këput edhe këshu bërdunga, e ke parasysh, nuk është i ndërgjegjshëm. Mirë që thot të komentin, tjetëri thot ti e pe rrëfimin e Rizartës, hyn Gerta dhe thot u bë një gjë dhe me Klajtin, unë ndërkohë... skenari, pastaj mbushet. U bë personale për mua pastaj. Qa po thoni ju që unë jam njeri pa para, kam nevojë për ndihmë, I thoja, mos e zgjasni këtë situatë se po ndihma është tjetër gjë dhe të kem një... Ke nevojë për lek, tha Jozi. Të jap. Okej që u bë ky komenti, po kthehej pastaj te gjithë gjëja ime personale, po lidhej pastaj me rrëfimin tim, po shkonin aq thellë, po. Ne, u gjem një temë, po ka. Sado që ja kërkova, mos e zgjasni, se pastaj kjo I thonë të kërkoj falje për Rizartën, se Rizartën e prek kjo gjëja, po flisin gjithë për mua. I kërkova, mos e zgjasni se po bëhet diçka personale, por që për mua nuk është një big deal aq e madhe. Nuk më pëlqeu komenti, lërini mos e ktheni kaq personale se nuk dua të bëhet kjo gjëja. Nuk mbaruan dhe unë ngrita dhe ika. Ti bravo ti qoftë, ti përballesh me e di natën e dytë ka qenë. Unë po flisem me Valbon aty ku është Daniela.